Për 39 herë me radhë, deputetët e Konventit të Kosovës nuk kanë arritur të përmbyllin procesin e konstituimit të legjislaturës së re, duke thelluar me tej krizën politike që ka përfshirë vendin pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Në sallë kanë qenë 95 deputetë dhe me 53 vota për e asnjë kundër dhe asnjë abstenim, seanca e së dielës ka dështuar sërish. E këto dështime po i konsiderojnë jo të mira për vendin ata që i përcjellin secilin zhvillim politik. Profesori Rushdi Sejfa thotë se humbjet janë të shumë fishta dhe në shumë rrafshe. Humbjet nga gjithë kjo janë të shumë fishta, shumë dimensionale dhe në shumë rrafshe. Po përveç që e pësojnë ne si shtet, unë nuk mund pa e kalu heshtërezi faktin se cili është imazhi i Republikës së Kosovës në sytë e miqve ndërkombëtar. A thu mos edhe ma të tje duhet dikush sigur atë fëmin që sa po ka zanë t'i bën hapat e parë, me na kap dikush për dore për me na mësu me hecë drejt qëllimit. Kjo është brengosëse. Edhe profesor Muhamet Rugova ndonte të njëjtin mendim. Ai thotë se në kohën kur bota po ballafaqohet me shumë luftra, deputetët tanë dalin e bëjnë humor me popullin. Kjo formë e zgjatit dhe sërzgjatit së formimit të qeverisë prej parlamentarëve të Kosovës është për të shtirë në librin e Guinnessit si ekzemplari veçantë i politik bërje së mrapsht të cilën po tërheqin ata për interesa personale, jo për interesat popullit. Se dihet se ne nuk kemi qeveri ose parti qeveritare, por kemi qeveri partijake. Edhe gjitha këto jenë duke shkuar sipas interesave të tyre, për të cilat ne jemi. Populli krejt është i brengosur shumë. Partitë deri tashme opozitare kanë ngulur këmbë të mos pranojnë Albolena Haxhiun kandidate për krye parlamentare. E përderisa partia në pushtet të propozojë dikë tjetër, seancat po vazhdojnë çdo 48 orë. Seanca e radhës është thirrur për nesër paradite. Ndërpritet seanca, shihemi përsëri me të parin shtatit në orën 11.